Një veprim I zakonshëm për djegjen e mbetjeve pranë një magazine në Shkozet u kthye në një situatë të rrezikshme pasi flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin objektin ku magazinoheshin materiale të ndryshme. Një ditë pas zjarrit masiv, policia e Durrësit njoftoi arrestimin e 38 vjeçarit Admir Ndoja, banues në Durrës, I cili kishte marrë me qira magazinon ku u shpërthyen flakët. Sipas hetimeve paraprake, 38 vjeçari dyshohet se ka ndezur zjarr pranë objektit për djegjen e kartonave dhe barishteve, por situata ka dalë jashtë kontrollit duke shkaktuar përhapjen e të flakëve në magazin. Zjarfikësit kanë punuar gjatë gjithë natës për izolimin e vatrës, ndërsa edhe pas ndërhyrjes së parë kanë vijuar të qëndrojnë në gatishmëri për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut të reaktivizimit të zjarrit. Gjatë operacionit të shuarjes, 2 efektiv të shërbimit zjarfikës kanë përfunduar në spital si pasojë e asfiksisë nga tymi I dendur. Nga verifikimet e para rezulton se brenda magazinës ndodheshin materiale plastike me origjinë nga Kina, ndërkohë grupi hetimor nuk përjashton mundësinë që në objekt të ketë qenë edhe materiale teknike, por deri në këtë fazë nuk janë gjetur prova që të konfirmojnë një fakt të tillë. Për shkak të temperaturave ende të larta në brendësi të magazinës, ekspertët nuk kanë mundur të kryejnë një këshyrje të plotë të vendit të ngjarjes. Zjarri pati pasoja edhe në infrastrukturën e qytetit. Flakët prekën linjat e transmetimit të energjisë me tension 110 kW që kalonin mbi magazin, duke lënë për disa orë pa energji elektrike një pjesë të Durrësit. Probleme u shfaqën edhe në furnizimin me ujë të pishëm, pasi ndërprerja e energjisë ndikoi në funksionimin e pompave të disa pallateve. Policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për të përcaktuar shkakun e zjarrit dhe përgjegjësitë penale për ngjarjen.